të gjithë fillojnë dhe thonë, pa ofenduar askën, që ne kemi ardhur që të japim. Zotëri, unë kam dhënë. Unë erdha që të vazhdoj të jap. Qa të jap, kam në Sarandë, kam shtëpinë time, që e kam blerë vite përpara, dhe jam sarandiot. Kam filluar me biznesin tim, që është aty, që vazhdoj dhe po e zjeroj. Kam nënën time, kam vllain tim që ka biznes, ka një motor që ka biznes, dhe kam dhe një motor në Athinë tjetë mirë, që është ajo aty me bizneseve. Pra, unë jam djalë Sarande aty, çfarë do të them kur të darte qytetarët e mi, do të them, unë erdha që të bëj për ju. Për zotrin, unë ky që jam, keni vite që po më lexoni. Hajde të vazhdojmë rrugëtimin bashkë, të përmirësojmë gjëra bashkë për atë qytet, sepse fatkeqësisht ka deputetët që kanë ndarë për qytetin e Sarandës, përjashto Stefan Çipën, i cili ishte një person shumë i dashur, shumë i respektuar, iku me respekti maksimal, të tjerët vinin të katapultuar nga partitë jashtë qytetit të Sarandës. Dhe ndoshta është pas Stefanit, është rasti i dytë, që u jepet mundësia qytetarëve të Sarandës të zgjedhin një njeriu, një djalin e tyre, që të zgjidhin bashkë problemet. Dhe unë kam kurajo të ngre problemet kur është për qytetin, se nuk kam nevojë për problemet e mia personale, kam zgjidh. Dhe unë kam kurajo të ngre problemet e qytetit, qoftë tek institucionet lokale, bashkia apo kushdo, qoftë edhe në institucionet qendrore drejt e kryeministrit, them që kjo punë nuk shkon, duhet bërë kështu. Për të mirën e atij qytetit.